Disa biznese në Lushnjë janë mbyllur nga Drejtoria e të Ardhurave Vendore, pasi zhvillonin aktivitetin e tyre në kundërshtim me ligjin. Konkretisht, ishin të papajisur me licencë për veprimtarinë përkatëse. Në kuadër të detyrave funksionale që ka kjo drejtori, në vazhdim të luftës kundër informalitetit, vazhdon kontrolli ndaj të gjithë tatimpaguesve që ushtrojnë aktivitet në territorin administrativ të Bashkisë Lushnjë. Gjatë kontrollet janë konstatuar subjekte që ushtrojnë aktivitet në mënyrë të paligjshme, të paregjistruar në qendrën kombëtare të biznesit. Ndaj këtyre subjekteve është marrë masa e bllokimit të aktivitetit deri në regjistrimin e tyre pranë QKB-s. Gjithashtu sektori menaxhimit të borxhit vazhdon punën për marrjen e masave për të gjithë tatimpaguesit të cilët nuk kanë paguar detyrimet tatimore brenda afateve ligjore. Masat e ndërmarra janë vendosja e kamatvonesave për pagim detyrimi jashtë afatit të pagesës, si dhe bllokimi llogarive bankare deri në sekuestro të vlerës së detyrimit nga llogaria bankare. Procedura do të vazhdojnë në bllokimin dhe konfiskimin e pasurive të paluajtshme.